Qyteti shqiptari, kush pi del përpara, Perzan. Leonid Berisha, 23 vjeçari pi Drenovcit Ravecit, që është rrit me boks qysh për i fëminis. Për dikën është sport, për dikën në hobby, po për Leonidin, ringu është shtëpia e dytë. Aty ka mësu me përball me krejt që ka i del përpara. Në amator ky djali ka pas 20 fitore, 9 prej tyre me KO. Një për rekordeve më të pastra në Zvicër në kategorinë e tij. Ka garun 86 kg edhe shpall 3 herë kampion i Zvicrës. Edhe ka marrë pjesë në evente jashtë kontinentit, ku gjithmonë e ka qenë me vete flamurin edhe mentalitetin e shqiptarit që nuk dorëzohet. Stili i tij është krejt tjetër nivel si pressure fighter. Don me hin trup, me shkurtu distancat, me marrë hapësirën, me thyrë ritmin e kundërshtarit. Presion konstant, agresivitet i llogaritën, kombinime të shpejta trup edhe në kokë që nuk lajnë as me marrë frymë. Edhe ajo nuk e frikson asnjë goditje, e menaxhon presionin sikur me qenë veteran. Kur kaloi profesionist, Leonidi ron 80 kg, kategori ku ai thot qartë që nuk e frikson askush. Qëllimi i tij s'ka dilema, me fitu me KO, jo me pik, me KO me dominim. Edhe kjo rrugë vetë so ka nis. Tash Leonidi ka nënshku kontratën me Big Bear Boxing, një hap i madh që për pak shqiptar arritin këtë moshë. E pastaj në Gjenevë ai doli për herë të parë si profesionist, edhe nuk pati nevojë me prit gjatë. Fitore në raundin e parë. Mesazhi i qartë se ky djalë nuk ka ardhur me bë numër, ka ardhur me bë karrierë. Për Leonidin çdo ndeshje është premtim. Premtim ndaj vetes, ndaj familjes edhe ndaj vendit të tij. Mi përfaqësu shqiptarët me dinjitet, me punë edhe me zemër, e me rrezu çdo person që i del përpara. Ky është Leonidi, djalosh që hyn në ring, nuk pyet kush i del përpara, e ky është veç fillimi se 2026 ka me kon viti i tij. Edhe mos harro me bë follower ban FM e subscribe në YouTube.